Këshilli Bashkiak I Parisit ka votuar në unanimitet për vendosjen e pllakatës me emrin dhe nënderim të kolosit të letrave shqipe Ismail Kadare. Pllaka do të vendoset në adresën 63 Bulevard San Michele në Paris, vendi ku ai dhe familja e tij jetuan për shumë vite dhe ku autori shkroi disa nga faqet më të bukura të letërsisë së tij. Ambasada e Shqipërisë në Francë cilësoi këtë votim si një omazh të gjallë dhe emocionues për kolosin e letrave shqipe Ismail Kadare dhe nëpërmjet tij njëkohësisht dhe Shqipërisë dhe kulturës shqiptare. Kolosi I letërsisë shqiptare Ismail Kadare u nda nga jeta në një korrik të vitit kaluar në moshën 88 vjeçare. Kadare është personalitet qendror I kulturës shqiptare të gjysmës së dytë të shekullit të 20. Fillimet e tij letrare janë kryesisht në poezi, frymëzime djaloshare përse mendojnë këto male. Në fushën e prozës lëvroi tregimin, novelën dhe romanin. Generali I ushtrisë së vdekur përbën veprën e konfirmimit të talentit të tij. Kronik në gur prilli thyer Kamarja e Turpit, Pashalliqet e mëdha ku shesolli Dorundinën janë disa nga veprat e tij më të rëndësishme të krimtarisë së tij letrare. Ismail Kadare është dekoruar me urdhrin deri kombit dhe nga shteti francez me urdhrin Kryqi Legjionit të Nderit, si dhe me çmime e nderime të tjera.